Në Tivat të Malit të Zi është mbajtur samiti i radhës me formatin BE Ballkani Perëndimor, ku mori pjesë edhe kryeministri Rama, i cili u përgjigj interesit të medias gjermane. BE-ja duhet të gjejë kurajon për një moment të ri si ai Kohl, të gjithë bashkë rreth tryezës, secili duke përmbushur detyrat e veta për të marrë më shumë përgjegjësi dhe përfitime. Shpresoj që dy miqtë e mi të mëdhenj dhe liderët e respektuar të Francës dhe Gjermanisë të gjejnë më shumë energji për të qenë më shumë si Kohl dhe Mitterrand. Nëse Europa dëshiron të dërgojë një mesazh të fortë botës dhe të japë energji vetes, duhet të thotë se ashtu siç jemi sot të gjithë rreth së njëjtës tryezë, duhet të jemi gjithmonë aty, secili me statusin e vet, derisa të bëhemi antar të plotë. Ndërkohë, kur ju kërkua të bënte një parashikim për zgjerimin e kryeministri Rama, tha se ka tre gjëra që s'mund t'i parashikosh: Zoti, seksi dhe BE-ja. Kryeministri Rama gjatë këtij samiti ka zhvilluar edhe një takim me kryeministrin e Holandës. Në tryezën e këtij takimi si temë kryesore ishte prosperiteti i përbashkët dhe stabiliteti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Sikurse liderët diskutuan mbi ecurinë e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, integrimit gradual të vendeve të rajonit në tregun dhe politikat e BE-s, si dhe zbatimin e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor.